pse disa fëmijë bëhen bullizues ndërsa të tjerë kthehen në viktima të heshtura të këtij fenomeni? A është kjo pasojë e keq prindërimit apo mos ndoshta po ju mësojnë fëmijëve format agresive të sjelljes pa e kuptuar as vetë? Në një botë që ngrihet mbi bazën e konkurrencës së vazhdueshme dhe ku dominimi shpërblehet, apo reflektojnë fëmijët thjesht logjikën e botës së të rriturve? Në këtë episod të Apostrof bisedoj me psikologën klinike Anthi Gjoka, e cila i ka dedikuar një pjesë të karrierës së saj punës me fëmijët dhe adoleshentët në shkolla, ndërsa përpiqemi të eksplorojmë rrënjët e bullizmit, shkëputjes emocionale dhe dhimbjes së heshtur që shumë njerëz, jo vetëm të rinjt, mbartin brenda vetes. Si mund ta dallojmë një adoleshent apo një fëmijë që është duke kaluar një periudhë të vështirë emocionale dhe si mund të krijojmë dhe një lloj kulture komunikimi që ata nuk i trëmb dhe mund të flasin për emocionet e tyre, për ndjenjat, për ankthin. Emocionet janë të ndryshme, ashtu si dhe vetë individët që janë të ndryshme. Në adoleshencë, fëmijët pasojnë dy karaktere. Pra, një karakter që është i heshtur, dhe heshtja sigurisht që është një sinjal, dhe kemi fëmijët që kanë një hiperaktivitet dhe e tregojnë emocionin nëpërmjet agresivitetit që kanë, edhe disa shenja të tjera që janë heshtja është kryesorja që prindi duhet ta kuptojë nëse një fëmijë është i heshtur, pra ka diçka që fsheh. Tek pjesa e shpërthimeve, irritimeve, kemi pra adoleshentë që e tregojnë dhe në një mënyrë tjetër, domethënë nuk bëjnë më aktivitetet siç i kanë pas bërë më përpara, nuk ushqejnë siç duhet, nuk flen siç duhet, nuk duan të kenë atë përballjen me prindit, pa vetë izolohen ose vetë fshihen. Themi ne që është futur në dhomën e tij, ka nevojë për kohën e tij. Pra kjo është një fshehje ndaj prindit për emocionet që mund të ketë. Ndërsa pjesa e kulturës, prindit shqiptar duhet ta kuptojnë që kultura nuk vazhdon me fjalën çfarë ke. Pra, ne si psikolog gjithmonë kemi bërë si thirrje që prindit ose më saktë nëna duhet ta vazhdoj komunikimin me fëmijën që në bark, pa ardhur një jetë fëmia. Dhe ti kur ke krijuar këtë lidhje, pra kur ke krijuar urën e komunikimit me fëmijën tënd pa ardhur një jetë, do t'i kuptosh gjitha sinjalet negative që fëmia mund të shfaqe. Dhe nuk mundet një ditë bukur pas një lloj komunikimi ose vëzhgimit që t'i thuash fëmijës çfarë ke. Kjo nuk do të ndihmonte as pak. E rëndësishme është të krijojmë një ambient të ngrohtë, pa gjykime. Pra, kjo është e gjithë sekreti që mos ketë gjykime dhe po nuk ka gjykime, nuk ka dhe frikë. Në fakt, ne po bisedonim pak edhe para se ta fillonim podcastin dhe po më tregoje pak në lidhje me këtë pjesën e gjykimit dhe të stigmës që ekziston, jo vetëm tek midis nga prindrit tek fëmijët kur ata shprehin vështirësitë e tyre emocionale, po edhe tek të rriturit. Dhe nuk e di nëse mund ta përmendim pak, a vazhdon akoma të ekzistojë kjo stigma dhe kur ti kërkon një psikolog ose kur kërkon ndihmë nga një profesionist i kësaj fushë, etiketosh si nuk e di i çuditshëm, sikur nuk ke një sikur ke një problem. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që ti vuan nga shëndeti mendor. Pra, prindërit ose njerëzit duhet të kuptojnë që të shkosh te psikologu nuk do të thotë që je smur një herë. Ndoshta ti do të ndash një sekret me një njerëz që nuk do ta marrë vesh askush tjetër. Pra, të ngelet sekret me veten tënde, po thjesht do të shprehësh emocionet e tua diku, do të dëgjohesh diku për të njerëzve që nje. Siç thash edhe pak më parë, prindi është edhe një ndalues për fëmijën. Pra, unë kam pasur raste që prindit nuk kanë qenë dakord që fëmia të vijë te psikologu. Pra, prindit shqiptar gjithmonë thonë, do të kaloj. Dhe të gjitha ato dhimbjet që fëmia mban për brenda dhe nuk i shpreh, kthehen disi dhe në një tragjedi. Them deri diku edhe nga eksperienca personale, ndonjëherë edhe me shoqërinë e përmendim si shaka, po edhe për ne që jemi të rritur, nëse i them prindërve të mi që nuk e di, nuk ndihem mirë ose kam, ndoshta jo vuaj nga ankthi, po kam një periudhë ankthi ose kam një periudhë që nuk ndihem i lodhur psikologjikisht. Dhe përgjigjja e parë që merr është gjithmonë
po çfarë të mungon ti ose do të bëj krahasim me një kushëri ose shok ose të afërm, komshi, ku di unë, dhe harron që të krahasosh është gjëja më e gabuar. Pra, emocionet, ndjenjat, dhuntit janë të ndryshme, asnjë njeri nuk i ka njësoj. Pra, nëse dikush ose fëmia të kërkon ndihmë për një gjë, të paktën dëgjoje. Nëse ti nuk ke mundësi që ta ndihmosh, paktën edhe dëgjimi është një ndihmë. Duhet të ndalemi pak edhe tek bullizmi. Është një fenomen që po përhapet pothuajse masivisht, sidomos e dëgjojmë në lajme, në media. Dhe duhet të të pyes çfarë mekanizmash psikologjik hyn në lojë kur një fëmijë bullizon, por edhe kur bullizohet, pra kur është në anën tjetër të fenomenit të ngjarjes. Çfarë ndodh pak a shumë në mendjen e secilit, në mendjen e bullizuesit dhe në mendjen e të bullizuarit? Kemi dy lloj mekanizmash. Pra, është ai që bullizon, pra kërkon fuqinë dhe vëmendjen aty ku nuk e merr. Dhe këtë e bën përballë një personi që e shef me ndjeshmëri më të ulët. Kemi edhe personin që është i bullizuar, që ka një vetvlerësim të ulët dhe lejon personin përballë ta bullizoj. Pra të dy bashkë kanë një deformim të identitetit. Është po e njëjta gjë, po thjesht në anë të ndryshme. Pra dikush e shpreh dhe dikush e fsheh. Po është e njëjta gjë. Të dy vijnë nga një bullizim. Pra dhe ai që e praktikon dhe ai që nuk e praktikon. Mos ndoshta si shoqëri kemi përvetësuar një lloj modeli arsimor kapitalist ku i trajtojmë fëmijët si produkte të ardhshme dhe jo si qenie njerëzore që janë në zhvillim e sipër. Do thoja po. Ndoshta do t'ingëlloj pak keq, të them po unë kam punuar dhe vetë në arsim dhe më rëndësishmja në arsim dhe në kulturën shqiptare është performanca. Do me thënë, nëse ti je një nxënës që merr notën 10, ti ke një performancë shkëlqyer. Po një nxënës mesatar ose një që është nën mesatar nuk e merr këtë lloj kënaqësie ose ndjenje ose emocione. Pra, në shkollat shqiptare e gjithë gjëja rrotullohet përtej performancës. Pra, ti një fëmijë ose një adoleshent ndoshta nuk ka aftësitë e duhura të mësojë matematikën ose letërsinë, po mund të pëlqej pikturën ose mund të pëlqej fizkulturën, një gjë që atë e kënaq. Pra, dhe kur ne kemi këtë lloj autoriteti, fëmijët i stepim edhe i lëm në një anë që të duken sikur janë të bullizuar. Pra, është krijuar thjesht kjo atmosfera, kjo klima në shkolla që performanca është më e rëndësishme se ndjenja. Ndonjëherë dëgjon edhe nga prindrit, sidomos kur fëmijët, kur ngjarja po themi është përshkallëzuar dhe fëmijët janë bërë viktime e bullizimit ose janë vetë bullizues. Dëgjon nga prindrit që thonë që unë nuk kam bërë asgjë gabim, për shembull unë i kam siguruar çdo gjë, ai ka një shtëpi, ka ushqim, ka çdo komoditet të mundshëm. Dhe i hidhet faj pastaj shkollës, që shkolla nuk ushtron kontrollin e duhur. Ndonjëherë kam përshtypjen që një pjesë e prindërve kanë të pamundur të komunikojnë ose dhe të kuptojnë fëmijët dhe adoleshentët e tyre. Sepse nëse po them në kohën që unë isha adoleshent, i shikonim kur thyet ai miti i prindit si figura perfekte e përsosur. Autoriteti më shumë. Autoriteti dhe nëse është pak egzageruar, po mund ta them në thonjza prindit të duket si një idiot në atë moshë, pra 15, 16, 17, pavarësisht se më vonë. Edhe nuk e duron dot, ke momente që nuk e duron dot, janë këto momente të shpërthimit, pra. Pavarësisht se më vonë ti rikthehesh dhe fillon ta kuptosh dhe prindin tënd, sot ndonjëherë kam përshtypjen që një pjesë e prindërve ndoshta janë vërtet pak idiot në thonjza, në sensin që nuk arrin të kuptojnë asnjëherë fëmijët e tyre. Fëmijët janë aq shumë të zhvilluar dhe aq shumë të përparuar sot në lidhje me teknologjinë, kanë ato gjuhën e tyre, nëse mund ta quajmë, si shkruajnë, si komunikojnë me emoji, me figura, me mesazhe gjysmë të koduara. E di çfarë mendoj unë, që çdo gjë në këtë jetë mësohet. Pra, nëse ti ke dëshirë ose ta vëzhgosh fëmin tënd, ti rish për mrapa dhe të kuptosh botën e tij, çdo gjë do ta mësoje. Pra nuk është as pak e vështirë.
që ta ndjekësh fëmijën tënd. Pastaj kemi edhe raste që kemi edhe prindër që janë bullizuar dhe nuk e kuptojnë për shembull për ta parandaluar këtë gjë te fëmijët tyre, se kemi raste nga më të ndryshme. Pra ne flasim për një model kryesor, po të futesh thellë kemi edhe prindër që janë të abuzuar, janë bullizuar, janë të vetmuar. Pra fëmijët janë një pasqyrë e familjes. Dhe prandaj ne si psikolog bëjmë gjithmonë thirrje dhe dalim flasim që duhet kërkoni ndihmë. Pra nëse ti si prind vet nuk mundesh, mund kërkosh ndihmën e një mësuesi, pra një psikologu në shkollë, një psikologu përtej shkollës. Ndihma është shumë e rëndësishme. Pra ty një psikolog dhe mund të orientojë për gjërat që ti të mungojnë ose mund t'ja kërkosh pra fëmijës tënd. Mund të parandalosh shumë gjëra. Është shumë e rëndësishme. Domethënë dhe prindi vet psikologun duhet ta shikoj si një shembull të mirë, pra jo si e shikojnë këtu te ne që po shkove te psikologu pra ti je i smur mendor. Është njësoj sikur ti të vrasësh këmbën sot me njerë do shkosh ta mjekosh. Po ta vrasësh trurin nuk është i njëjti mekanizëm. Pra do të futen më shumë psikulturë. Të duket ndonjëherë sikur prindrit sot kanë hequr në një farë mënyrë dorë nga jo të gjithë, po nëse po marrim një të përgjithshme nga të qenit prindër. Prindi nuk heq asnjëherë dorë nga fëmia, pra thjesht mund ta tolerojë në maksimum sepse ja ka dhënë këtë tolerancë që në vogli. Pra asnjëherë problemet nuk lindin sot për sot. Ka një rrugë gjatë, domethënë kanë ardhur me kohën dhe prindi si pasojë e tolerancës që ka bërë me kohën, tani e ka toleruar në maksimum. Kjo është e gjitha. Asnjëherë prindi, domethënë ne kemi raste kur prindrit tanë edhe gjyshërit i marrin telefon dhe i thonë po se unë të kam fëmijë, domethënë është gjithmonë kjo që prindi kur nuk heq dorë nga fëmia. Thjesht e toleron, ndonjëherë dhe prindit vet kanë frikë nga fëmijët. Dhe me këtë model që ka ardhur tani, prindit dhe i bëjnë depresion pra prindërve që unë kam gjendje ankthi, unë do tentoj të vras veten, domethënë i përdorin dhe si modele ndaj prindërve. Në një shoqëri si kjo jona, po që i ngjan pavarësisht disa ndryshimeve shumicës shoqërive perëndimore, ku ne fitojmë gjithçka, përfshi edhe statusin tonë social, e fitojmë ose humbasim përmes konkurrencës së përhershme, pra jemi vazhdimisht në konkurrencë me të tjerët për punë, për shtëpi, për para. Kemi këtë ndjesinë e egoizmit deri diku edhe të imponuar, sepse përndryshe nëse humbet ti do jesh një outcast. Sepse ne jemi mësuar që në vogli që gjithmonë jemi marrë shembull, pse vajza e filanit e mori 10 dhe ti e mori 9. Pra është ajo energjia që të ka shoqëruar gjithë jetën që ti duhet të forcohesh, ta bësh një gjë që nuk të vjen ta bësh, vetëm për t'i mbushur mendjen prindit dhe opinionit publik që ti e bën. Pra është ushtruar një forcë këtu. Dhe është shumë e rëndësishme që prindrit edhe në shkolla më shumë se pjesën më të madhe e fëmijët tashmë e kalojnë në shkollë, të nxisin bashkëpunimin. Pra, nëse ti ke dhënë 6 orë mësim, mund t'japësh 4 orë mësim dhe 2 orë t'i bësh bashkëpunim, pra t'i bësh të ndjen mirë ku të flasin për dëshirat që kanë, gjërat që ju pëlqejnë për të ardhmen, pra bashkëpunimi i bën dhe që mos ndjen konkurrent ndaj njëri tjetrit. Edhe të jenë më social me njëri tjetrin është shumë e rëndësishëm. Është një gjë që po e humbasim, domethënë po e humbasim tek fëmijët dhe të rinj dhe po humbasim dhe në të rriturit këtë pjesën sociale. Po sepse kjo merret si kulturë që në vogli, kupto, dhe do të shoqëroj gjithmonë. Pastaj është shumë e vështirë kur ti mësosh me këtë model të ndryshosh model. Të duket sikur ti do zhbëhesh tani, do zhvishesh nga ai modeli që të ka shoqëruar deri kur ke qenë 30 vjeç dhe kur je 32, 35 që ti ke kuptuar më shumë, jeta të ka dhënë më shumë mundësi, të zhveshësh atë karakterin, ta lësh këtu dhe të veshësh një karakter tjetër dhe të vazhdosh. Është shumë e vështirë kjo. Kohët e fundit ka patur një raportim në media për shtim të numrit të vetvrasjeve, sidomos tek adoleshentët. Janë raste tragjike që e trondisin opinionin dhe shoqërohen menjëherë me reagim nga të gjithë, nga
gazetar, opinionist, po edhe nga njerëz të thjeshtë, domethënë të gjithë nxitojnë të reagojnë dhe të japin një gjykim të tyre se pse ndodh kjo gjë ose si mund të zgjidhet që të mos ndodhi më. Kur ndodhin këto raste, a jemi duke dëgjuar dhe duke u përpjekur të kuptojmë vërtet se pse ndodhin apo thjesht reagojmë emocionalisht për t'i lënë prap në harres derisa të ndodhi prap. Ne japim zë gjës kur ndodh. Pra siç ndodhi me tragjedinë në rastit të TikTokut dhe më pas u bë një mbledhje e madhe dhe u mbyll. Por nuk do të thotë që u mbyllën problemet, pse u mbyll ajo platforma e TikTokut. Pra, domethënë ndodhi një gjë shumë e madhe për t'i dhënë zë diçkaje që nuk zgjidhej prap asgjë. Sepse nëse ti mund të kesh mbyllur fëmijës rrjetet sociale, nuk do të thotë që ti i kesh mangë problemet ose konfliktet. Pastaj është shumë e rëndësishme që prindi të kuptoj dhimbjet e fëmijës. Pra, fëmia mund të jetë duke kaluar një depresion të fshehtë dhe ti nuk e ke kuptuar. Kjo mund ta çojë fëmijën në një tragjedi. Çdo gjë nuk nis sot për sot. Ka një kohë që ka ndodhur. Pra, fëmia ti ka dhënë disa sinjale. Nuk shkojmë direkt te tragjedia. Është shumë e rëndësishme që prindi të flasë me fëmijën, të komunikojë. Është shumë e rëndësishme të i thotë që edhe nëse ka bërë gabim, të thotë që hajde ta rregullojmë bashkë këtë gabimin që ke bërë. Unë të paktën, nga eksperiencat e mia, nuk kam pas asnjëherë frikë në familjen time. Gjithmonë më kanë thënë, nëse ti gabon, e bën një gabim, na i thuaj që gabimi mos bëhet më trashaluq që është, po hajde ta zgjidhim, domethënë, më thoshin gjithmonë, ti je një mendje, ne jemi 1, 2, 3, domethënë, sa më shumë mendje të jemi, aq më shumë japim një zgjidhje problemit. Pra, dhe prindi nuk duhet stimulojmë frikën. Frika është ajo që i fshet gjitha dhe më pas sjell pasoja. Çfarë ndodh me botën e brendshme të një fëmie, po edhe të një adoleshenti që rritet pa marrë kur seriozisht? Besoj të dy jemi të ndërgjegjshëm që kur je fëmijë dhe adoleshent, çdo gjë që thua është e pavlerë, është hidhet poshtë menjëherë. Ose kemi në ato raste që të mbyllë gojen ti se nuk të takon të flasësh. Kjo sjell shtypjen e emocioneve. Domethënë kur ti nuk je i marrë seriozisht në çdo lloj situate, familje, shkollë, tek fëqin, tek një dyqan i lagjes, ku po bëhet një muhabet, shtyp emocionet, dhe këto emocione kur shtypin nuk hiqin. Pra mblidhen aty dhe shfaqen pastaj në mënyra ose në forma në më të ndryshme. Ndoshta shpërthejnë në shpërthime të frikshme ose në izolime. Dhe izolimi është një gjë shumë e keqe. Pra, kur një adoleshent përjeton një izolim, kjo çon deri në depresion. Pastaj ka nevojë të ndiqet dhe të marrë medikamente etj dhe ngjilet një traumë ku mund ta shoqëroj gjithë jetën. Ti e përmende pak rastin e TikTokut, po si ndikon teknologjia dhe rrjetet sociale në përkeqësimin ose ndoshta intensifikimin e këtyre problemeve emocionale tek adoleshentët sidomos? Rrjetet sociale tashmë janë bërë presion për të rinjt. Të rinjt mund të mërziten dhe për një gjë elementare që ti more më shumë like se ç'mora unë. Pra, çfarë do të thotë kjo? Që ti sot nuk bullizohesh vetëm në shkollë. Ti bullizimin e ke tek kur shkon në shtrat që të flesh gjumë, pra e ke në dorë, është telefoni. Prindit duhet i kontrollojnë fëmijët e tyre, duhet i kontrollojnë rrjetet sociale, duhet i kontrollojnë kë kanë pranuar, pra vetëm miq që njihen, njerëz të huaj, duhet jenë shumë të kujdesshëm, nuk duhet i lënë vetëm në botën e teknologjisë, pra duhet i angazhojnë. Duhet i çojnë një kurs pikture, në një aktivitet, në kurse të ndryshme, pra se fëmia aty në vogli ti jep ato shpërthimet emocionale, ti jep dëshirat. Pra, ne kur kemi qenë vegjël gjithmonë dikush bënte rolin e parukieres, dikush bënte rolin e doktorit kur loznim. Pra, këtu fëmia i tregon pra pëlqimet dhe këto pëlqime janë një shenjë për të ardhmen që ti t'ja investosh fëmis. Unë jam kundra teknologjisë dhe rrjeteve sociale, sepse kam parë që kam sjell pasoja të tmerrshme edhe nga eksperienca që kam pas në klinikën time dhe ju bëj thirrje gjithë prindërve që t'i vëzhgojnë fëmijët e tyre në rrjetet sociale.
Dhe është shumë e rëndësishme që prindit ja tregoj fëmijës që rrjetet sociale fund ditës janë thjesht një show, domethënë nuk është 100% e vërtet ajo çka ti shikon aty. Është një model i gabuar. Pra, ti mund të shkosh gjithë ditën të punosh, nuk është e thënë që të kalosh gjithë ditën në rrjetet sociale dhe mund të marrësh fitime nga rrjetet sociale. Pra, kemi dy modele të kundërta dhe modeli i rrjeteve sociale është modeli më i gabuar. Doja të të pyesja nëse mund të ndash sigurisht brenda anonimatit një histori pak më konkrete të këtyre rasteve me të cilat ti përballesh në profesionin tënd. Në rrjetet sociale. Si, më thënë, në ndikimin që kanë rrjetet sociale. Unë kam pas një rast kur punoja në shkollë, një vajzë e mitur, një person nga Facebooku. Dhe ky personi ishte i martuar dhe kishte 2 fëmijë në të njëjtën moshë që ishte vajza. Flasin gjithë kohës, flisnin bashkë dhe një ditë bukur ky vjen dhe e merr nga shkolla dhe ne raportojmë që vajza nuk kishte ardhur në shkollë, se ne shikonim çdo ditë mungesat, lajmëronim prindit, kishim një grup në WhatsApp që lajmëronim prindit dhe ëma insistonte që nuk është e vërtetë që nuk ka ardhur në shkollë, sepse vajza i shkruante nëpërmjet telefonit që jam në shkollë. Pra, u bë një trysni e tmerrshme ku vajza na humbi për një javë. Dhe më pas operuam me policinë, morëm nënën e vajzës, u bë një histori shumë e ndërlikume edhe deri në abuzime. Pra, ndaj që them se nuk më lejohet të tregoj më shumë, domethënë është thjesht një përmbajtje e vogël asaj çka ndodhi, por që dua të them që ishte një gjë tragjike. Dhe prindi vet, për shembull, nuk e pranonte në momentin që ne si arsimtar, si psikologë të shkollës e lajmëronim dhe i thonim që shkolla kishte kamera dhe ne e ndoqëm deri diku personin që erdhi e mori, identifikuam targën e gjitha dhe e patëm më lehtë që ta gjenim, por nuk gjenim pastaj vendodhjen ku ishte. Dhe shumë raste të tjera nga më ndryshme që përfundojnë deri në abuzime. Kjo është gjëja më fatale. Në fakt dua t'i kthehem pak pjesës së bullizmit dhe pasojave që ai lë, por më tepër pasojat afatgjata, pra cilat janë këto pasoja që ndoshta keni hasur në trajtimin e të rinjve që mund të jenë bullizuar vite më parë dhe i mbartin këto gjëra dhe kur janë të rritur. Bullizmi lë gjurma dhe këto gjurma të shoqërojnë gjithë jetën dhe ti pason në shoqëri, në familje. Dhe gjëja më e tmerrshme e bullizmit është izolimi dhe depresioni, që kërkojnë pastaj diçka më të specifikuar. Që mund të jetë një konsult me një psikiatër, më pas të marrësh medikamente e shumë gjëra të tjera. Pra, ka gjurmë shumë të thella, se tani njerëzit thonë që se u bullizova, domethënë nuk e marrin seriozisht bullizmin, nuk e kuptojnë në thelb bullizmin, që bullizmi lidhet me emocionet dhe ndjenjat shpirtërore të një fëmije ose edhe një të rrituri. Ne kemi plot raste që edhe të rriturit bullizohen, jo vetëm adoleshentët. Si do të duke një rrugdalje realiste për një fëmijë ose adoleshent që është i bullizuar, pra si mund të reagojë ai pa e përkeqësuar situatën? Nëse ti kur je adoleshent bullizohesh, nëse tenton të konfrontohesh, ndoshta ata janë një grup, janë më të fuqishëm se ty dhe ka një lloj rreziku, po edhe nëse i largohesh nuk e zgjidh sepse ata do të ndjekin vazhdimisht. Fjala kyçe në këtë përgjigje janë prindrit. Pra, është bashkëpunimi i prindërve, më pas i mësuesve dhe i psikologët. Do nëse prindi vet nuk ka fuqinë për ta ndihmuar fëmin, patjetër që duhet të hyjë në rol një profesionist që ta ndihmojë fëmin të dalë nga bullizmi, se bullizmet janë të ndryshme dhe varet nga faza ose modeli që është. Po e rëndësishme është mjedisi, pra nëse ti fëmijës tënd i krijon një mjedis me ngjyra dhe i ofron një komoditet ose një aktivitet përditshëm,
dhe ai vetë nuk do të bullizonte, se do të krijonte një identitet më të fortë për veten. Pra, nuk do kishte një vetvlerësim të ulët për veten, po do t'i thonte po çdo gjë që mund bënte. Fëmijët duhet të tregojnë dhe modelin të thënë po që e bëj. Kjo është shumë e rëndësishme, pra aktiviteti është shumë i rëndësishëm. Prindërit sot i çojnë fëmijët në shkollë, më pas i lënë një after school, më pas i lënë me iPadin e tyre. Po ta kthesh shkollën pas, unë kur vija nga shkolla, flas për brezin tim, unë jam brezi 97-s. Mu mami më pyeste çfarë lëndësh kisha bërë, çfarë notash kisha marrë, a kisha detyra shtëpia apo jo, dhe më pas, masi unë do ulja, do t'i bëja detyrat e shtëpisë, mami bënte si një mësuese dhe merrte fletoren parë, ndoshta edhe nuk i dinte fare, po thjesht për të krijuar atë autoritetin dhe më pyeste një për shembull detyrat që unë kisha për të bërë. Pra, autoriteti dhe aktiviteti janë shumë të rëndësishme. Dhe më pas, për te detyrave që kisha bërë, në këmbim kësaj detyre që kisha bërë, mund të merja një dëshirë time që të dilja një shëtitje ose të dilja para pallatit luja, se kanë qenë kohët më ndryshme. Atëherë nuk ishim iPad o rrjete sociale këto gjërat, po lumturia më e madhe ishte që të dilnim para pallatit dhe të loznim me shokët e shoqet. Pra, autoriteti është i pari, autoriteti, domethënë kur vem kufi të shëndetshëm, nuk po të them autoritet frikë, se frika pastaj sjell pasoja tjera. Se ka qenë dhe kjo tjetra që, domethënë, ti bëje detyra dhe nëse kishte një gabim të grisej fletori dhe duhet t'i bëje nga e parë. Po, prandaj po them, rëndësishme është që me fëmijët vendosim kufi të shëndetshëm, pra, mos i dëmtojmë ato. Kjo është rëndësishme. Gjithmonë frika sjell frikë dhe nga frika grumbullohen ato frikrat më të mëdha dhe dalin në shpërthime negative. Pra, nëse ti stimulon frikë fëmijës dhe fëmia yt do ta stimulojë atë frikën diku tjetër, domethënë vjen vetëm në pasim. Në qoftë se do mund të ndryshojë diçka në sistemin arsimor shqiptar dhe në sistemin, në mënyrën se si shihet dhe si trajtohet shëndeti mendor për t'i parandaluar këto kriza, domethënë bullizmin, vetvrasjet, agresivitetin, cila do ishte ajo gjë dhe pse? Nëse do më jepte mundësia të ndryshoja diçka në shkollë, do fusja edukimin emocional. Pra, që në klasat e para, ku ne mësojmë empatinë, flasim për ndjenjat, për emocionet, nëse ne do shkojmë në një klasë të parë dhe do shikojmë një model është që ne thjesht do mësojmë shkronjat, numrat, ngjyrat, pra nuk e lëm fëmin pak të lirshëm, që të tregoj dhe ndjesi, dhe emocionet, shpreh ndoshta dhe frikën, ti ta kuptosh deri ku e ka frikën. Pra, nuk do më pëlqente modeli që është, domethënë ne kemi një format dhe këtë formatin do ta bëjmë. Prandaj dhe shkolla disi është bërë dhe e mërzitshme për të rinjt, ose është ai justifikimi që sot jam smur dhe nuk do të shkoj në shkollë. Pra, është bërë një model i ngjashëm prej shumë viteve që ti do shkosh në shkollë, do marrësh mësime të reja, do shfaqësh detyrat, do tregosh a je i përgatitur dhe kaq. Pra shkolla ka nevojë për disa ndryshime që të rëndësishme janë shpreha e ndjenjave dhe emocioneve. Po, se në fakt ishte interesante kjo që the, se për shembull mbaj mend kur isha vetë në gjimnaz ose në 8 vjeçare, nuk është se e ka njëri ose ndoshta ka, po janë pak, po shumica e fëmijëve dhe adoleshentëve nuk është se e kanë me qef ose duan të shkojnë patjetër në shkollë. Të gjithë gjeni me justifikime. Sepse ka një lloj kufizimi të lirisë. Kurse sot ajo që vorrej është kjo që edhe ti që shumë të rinj thonë që është e mërzitshme. Nuk është më thjesht shkolla që të kufizon lirinë, po është një lloj barre, një gjë e mërzitshme që ne dikur më shumë kishim atë pjesën e frikës, pra nëse do shkonim pa përgatitur na shoqëronte frika dhe turpi dhe sedra. Tani kjo gjë është zbehur pak, domethënë tani nuk e kanë shumë problem nëse shkojnë të përgatitur ose jo. Thjesht që është bërë i mërzitshëm ky modeli mësimor, që është po i njëjti dhe nuk ka ndryshuar. Unë mbaj mend më përpara, për shembull, kur kisha matematikë kisha shumë frikë. Domethënë unë për shembull nuk do të thotë që nuk kisha aftë në matematikë për të qenë kjo që jam sot. Pra, kisha një model tjetër. Prandaj prindërit duhet punojnë shumë me frikën dhe dëshirat. Kjo është e gjitha. Mirë, Anthi, unë të falenderoj që ishe. Faleminderit dhe ti. Faleminderit. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.